Pas një periudhe të gjatë heshtjeje të thellë, këngëtari Gjesti, fituesi Big Brother VIP Albania 4, është shfaqur për herë të parë pas tragjedisë që e goditi pak muaj më parë humbjes së vëllait të tij. Artisti ka zgjedhur të flasë jo me fjalë, por përmes një postimi simbolik të shpërndar nga produksioni i tij muzikor, që duket se shënon rikthimin e tij të ngadalt drejt artit dhe jetës publike. Në imazhin e postuar, Gjesti shfaqet i maskuar për Halloween me një stil të errët dhe atmosferë reflektuese që shumë fansta e kanë interpretuar si një mesazh emocional, një mënyrë për të shprehur dhimbjen dhe transformimin që ka kaluar pas humbjes familjare. Fotografia shoqërohet me mbishkrimin "Ne nuk bëjmë truke, vetëm goditje", një frazë që përtej kontekstit artistik është lexuar nga ndjekësit si një shenjë force dhe vendosmërie për të ecur përpara pa zhurmë por me vepra. Postimi ka marrë shumë reagime emocionale nga fansat, të cilët kanë përshëndetur rikthimin e tij dhe e kanë inkurajuar të mos ndalet. Komentet shprehin ngushëllim, dashuri dhe pritshmëri për muzikën e tij të re që ndoshta do të mbartë edhe më shumë ndjenja dhe përjetime personale. Sipas burimeve, Gjesti ndodhet aktualisht në fazë pune për një projekt të ri muzikor që mund të jetë një dedikim për të ndjerin e familjes së tij. Ky reagim i parë publik pas humbjes tragjike tregon një artist që mes dhimbjes dhe reflektimit po përpiqet të rikthehet përmes artit me një mesazh të qartë. Jo hile, jo zhurmë, vetëm art dhe emocione të vërteta. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.